500 euro do të jetë paga minimale në Kosovë nga janari 2026. Kështu u bë e ditur pas takimit të ministrit në detyrë Kuran Murati me përfaqësuesit e komunitetit të bizneseve, ku është diskutuar çështja e rritjes së pagës minimale. Ministri në detyrë Kuran Murati ka thënë se implementimi i pagës minimale do të fillojë që nga janari i vitit të ardhshëm. Sipas dhomës së industrisë dhe tregtisë dhe sindikatës së punëtorëve të sektorit privat, në këtë takim u kërkua që ky proces të shtyhet deri kur vendi të ketë një qeveri dhe kuvend funksional dhe jo të bëhet në një kohë fushate. Drejtori ekzekutiv i dhomës së tregtisë dhe industrisë në Kosovë, Kushtrim Ahmeti, në një prononcim për media tha se përveç kërkesës për të shtyrë ky implementim, ka kërkuar edhe të funksionalizohet Këshilli Ekonomiko-Social dhe ky proces i pagës të implementohet përmes saj. Përndryshe, Ahmeti tha se kjo duket si një fushat politike pasi që lajmi nga kryeministri në detyrë Albin Kurti u bë të dielën kur kuvendi duhej të votojë për formimin ose jo të qeverisë Kurti 3. Aktualisht paga minimale në vendin tonë është 350 euro bruto. Kjo rritje u bë në gusht të vitit të kaluar, disa ditë pasi hyri në fuqi ligji për pagën minimale, i cili parashinte një rritje të pagës minimale në 264 euro bruto. Deri në fuqizimin e ligjit të ri, paga minimale në Kosovë ishte 130 euro për punëtorët nën 35 vjeç dhe 170 euro për punëtorët deri në 65 vjeç.